partner tash të besueshëm tek LDK-ja në mënyrë që ajo marrëveshje eventualisht të jetë e qëndrueshme. Dhe po i përsëritet vetëvendosjes edhe kjo mundësia që ka mujt me pas edhe me PDK-n, ku po besoj që njëra ndër arsyet pse nuk u bë me PDK-n, është për shkak se në PDK duhet të pyeten 3-4 veta apo 4-5 veta. Disa thojnë po, disa thojnë jo, dhe kjo rëndom e bën një marrëveshje potenciale fragjile. Prandaj ma merr mendja që nga kjo periudhë 2-3 ditëve të fundit gjërat kanë filluar të ndërlikohen dhe nuk shoh perspektivë shumë të madhe për të arritur një marrëveshje për të ndërtuar institucione, duke përfshirë presidentin, se institucione si kuvendi dhe qeveria më merr mendja që do të bëhen, por në fund dhe kemi presidentin i cili duhet të zgjidhet, për ndryshe prapë do të dalim në vend votime. A shet mundshme me LDK-n? Se shet mundshme me LDK-n? Jo, vetëm po them që gjërat kanë